Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur lajmet më të fundit. Të përballesh me komentet, unë e di ç'do të thotë sepse e bëj vetë punën publike dhe e di se si është të marrësh komente negative dhe pozitive, por kjo nuk do të thotë që të prishën terezin apo ta derdhën ujin prej tenxheres, ha? Domethënë është diçka që nuk të plas fare, lëshon në 500 edhe ti vazhdon punën tënde. Se e ka thonë Luana që të jesh i suksesshëm në jetë nuk duhet të shkruash komente, por duhet të punosh edhe të derdhësh i çik djers. Dhe Gjesti këtë po bën, po derdhën djers. Në postimin e fundit që Gjesti ditën e djeshme ka nxjerrur për qefin e tij nga shtëpia e tij, komentuesit, userat, këto të pa identifikuarit, menjëherë kanë filluar duke sharë, duke ofenduar, duke denigruar imazhin e tij, se jo se kanë në fuqi të denigrojnë, po s'kanë qa punet bëjnë edhe ajtë komentojmë. Ma shfaq lutemi çik fotografin për qa flas, ja bëhet fjalë për këto komentet, që ju po i shikoni, më që ka qenë një sër komentesh të këtilla. Ish fituesi Big Brother VIP Albania, Gjesti ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale pas një video të publikuar së fundmi në TikTok. Kjo video, e cila ka shërbyer si një impuls për reagime të forta nga ndjekësit, ka nxitur një debat të gjerë mbi sjelljen publike të artistëve dhe për përgjegjësinë që ata kanë ndaj audiencës të tyre. Gjesti, me një karrierë të gjatë në muzikë dhe ish ekspert i realitetit televiziv, duket se nuk ka arritur të marrë parasysh reagimet e mundshme të fansave të tij. Mënyra se si ai është pritur nga ndjekësit tregon se shpesh sjelljet e artistëve në rrjetet sociale nuk janë thjesht të pritura, por ato kanë një ndikim të fuqishëm. Ajo që për Gjestin mund të jetë një shaka e papërgjegjshme, për shumë të tjerë mund të nisë një valë gjithnjë e rritur kritike. Ndjekësit që dikur e mbështeten me entuziazëm tani janë duke shprehur zhgënjimin e tyre dhe madje duke e cilësuar veprimin e tij si të papërshtatshëm. Pjesa më e madhe e kritikave vijnë nga ato që e ndihmojnë dhe e ndjekin Gjestin gjatë gjithë karrierës së tij. Ka pasur situata të ngjashme në të kaluarën për artistë të ndryshëm, por ky duket se është një moment kulminant për Gjestin, i cili përballet me sfida të reja dhe presione të papara në rrugtimin e tij artistik. Çështja e përgjegjësisë sociale të artistëve është gjithashtu një çështje më e gjerë. Në një kohë kur ndikimi i mediave sociale është në kulm, artistët duhet të kuptojnë se çdo postim, video apo vendim mund të ketë pasoja të menjëhershme në reputacionin e tyre dhe marrëdhëniet me fansat. Në fakt, ka qenë ky lajmi që ka bërë bujen e madhe. Tani, unë dua pak ta komentoj këtë gjën. Në qoftë se Gjesti do kishte bërë ndonjë gabim të madh, okay, do komentosh, po çfarë gabimi ka bërë Gjesti? Sipas jush. Ka nxjerrë një video që po luan me qenin e tij, e ka vënë qenin këtu. Okej, çdo njeri mund ta vë qenin këtu. Ç'të keq që ka aty? Ka nxjerrë një video nga shtëpia. S'ka bërë skandal, ka vallëzu o vlla. Ai është artist, edhe ti që si askushi, rrin aty tërë ditën TikTok dhe bën aty me veten tënde video pa lidhje që vallëzon kështu me këngë hite që kanë dalë. Edhe dëshiron ta publikosh, më thënë çfarë gjë të keqe ka këtu që duhet të japim komente negative. Unë mendoj që duhet të jemi pak më zemërbut, duhet të jemi pak më të dashur, le ta komentojmë tjetrin për vokalin e tij, për artin e tij, për punën e tij. S'komentoj tjetri tani negativisht pse morti ke vallëzuar, ai s'ka bërë krim. S'ka bërë krim, vallëzimi është art, energjia e Gjestit është fantastike, është mrekullueshme. Besoj që urrejtja e madhe për suksesin e tjetrit i bën këto negativët, se këto negativët janë të lezetshëm, mos jenë këto, domethënë, se edhe mos jenë këto negativët s'ka lezet TikToku, se tani po në koment negativ nuk shkon. Domethënë i bën këto negativët që Gjestin non stop ta godasin, të mos e respektojnë etj etj. Dhe Gjesti ka përzgjedhur që të hesht, domethënë nuk i plas fare, nuk ja ndjen, ka përzgjedhur që të hesht, edhe shikon punën e vet tjetri, ju çfarë do bëni aty, ju ham me gojën edhe më në fund asnjë gjë. Domethënë nuk është diçka aq dramatike sa e komentoni ju, domethënë është një diçka shumë e thjeshtë, ka vallëzuar, ka bërë një lëvizje të bukur dhe nuk ka nevojë të shikohet me syrin e urrejtjes kaq të madhe. Ky është mendimi im, ju jepni mendimin tuaj.